Palëngjilli është një nga figurat më të rëndësishme, por shpesh të nënvlerësuara të historisë shqiptare të shekullit të 15. Ai nuk ishte thjesht një klerik i lartë i kishës katolike, por një nga njerëzit më të afërt të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Një këshilltar i besuar, diplomat, ideolog, i qendresës shqiptare dhe dëshmitar i drejt për drejt i epokës së lavdishme të luftës kundër perandorisë osmane. Palëngjilli lindi rreth fillimit të shekullit të 15 në një familje fisnike shqiptare, në një kohë kur Arbëria ndodhej mes presionit osman dhe ndikimit të fuqive perëndimore, që në rini u formua në frymën e kulturës humaniste dhe teologjike të Evropës perëndimore. Duke përfituar një arsimim të thellë, kishtar dhe diplomatik, kjo e bëri atë një nga mendjet më të përgatitura të kohës së tij në trojet shqiptare. Në vitet e pikurisë së tij, Palëngjilli u emërua arshipeshk i Durrësit, një nga selit më të rëndësishme kishtare në Ballkan. Durrësi, si port strategjik dhe nyje lidhëse mes lindjes dhe perëndimit, kishte një rol vendimtar, jo vetëm fetar, por edhe politik. Nga kjo pozitë, Palëngjilli shndrua në një figurë kyçe në lidhjen e Arbërisë me Selinë e Shenjtë, Mbretërinë e Napoli, Venedikun dhe fuqitë e tjera europiane. Marrëdhënia e tij me Skënderbeun ishte jashtëzakonshme. Ai nuk ishte vetëm një bashkëpunëtor, por krau i djathtë shpirtëror dhe diplomatik i herojt kombëtar. Palëngjilli ishte njeriu që përkthente luftën e Skënderbeut nga një rezistencë lokale në një kauzë evropiane dhe të krishterë. Në shumë raste, ai shërbeu si emisar personal i Skënderbeut pranë papës dhe oboreve mbretërore, duke kërkuar ndihmë ushtarake, financiare dhe politike për mbrojtjen e Arbërisë. Një nga kontributet më të rëndësishme të Palëngjillit është formula e pagëzimit e shkruar në 1462. Ky dokument i shkruar në gjuhën shqipe përbën dëshminë më të hershme të shkruar të shqipes që njohim sot. Formula u shkrua në kontekstin e luftës, kur rreziku osman ishte i madh dhe shumë fëmijë rrezikonin të vdisnin pa u pagëzuar sipas rritjeve të krishtera. Në këtë akt, Palëngjilli tregoi jo vetëm për kushtimin fetar, por edhe ndërgjegjen e tij kombëtar, duke përdorur gjuhën e popullit për një akt themelor shpirtëror. Ky veprim ka një rëndësi të jashtëzakonshme historike. Ai tregon se gjuha shqipe ishte gjuhë e gjallë e përdorur dhe e denjë për shkrim, në një kohë kur identiteti kulturor shqiptar kërcënohej nga asimilimi dhe shkatrimi osman. Në këtë kuptim, Palëngjilli është jo vetëm bashkëluftëtar i Skënderbeut, por edhe një nga themeltarët e vetdijes kulturore shqiptare. Ai ishte gjithashtu një dëshmitar i drejt për drejt i shumë ngjarjeve madhore të kohës, rrethimeve të krujës, fushatave ndërshkrimore osmane, betejave të mëdha dhe sakrificave të jashtëzakonshme të popullit shqiptar. Ai ishte pranë Skënderbeut në momentin më të vështirë, kur Evropa vononte ndihmën dhe Arbëria digjej nga pushimi. Në këto çaste, roli i tij si këshilltar moral dhe politik ishte jetik për mbajtjen gjallë të rezistencës. Në marrëdhëniet me Selinë e Shenjtë, Palëngjilli paraqiste Skënderbeun si mbrojtës kryesor të krishterimit në Ballkan. Një figurë që ndalonte përparimin osman drejt Italisë dhe Evropës qendrore.
Kjo strategji diplomatike ndikoi drejt për drejt në mënyrën se si Evropa perceptoi luftën shqiptare, duke kthyer Skënderbeun në një figurë legjendare që u përmend nga kronist, pap dhe mbretër. Palëngjëlli qëndroi besnik deri në fund. Ai vdiq në vitin 1470, vetëm 2 vjet pas vdekjes së Skënderbeut. Në një kohë kur Arbëria po përjetonte fillimin e errësirës së gjatë osmane. Vdekja e tij simbolizon edhe fundin e një epoke, ku fjala, shpata dhe besimi ecën krah për krah për mbrojtjen e identitetit shqiptar. Trashëgimia e Palëngjëllit është e shumë fishtë, si klerik i lartë, si diplomat evropian, si bashkëpunëtor i ngushtë i Skënderbeut, dhe si autori i dokumentit më të vjetër të gjuhës shqipe. Në historinë shqiptare, Palëngjëlli përfaqëson figurën e mendjes që lufton me pemë, me fjalë dhe me diplomaci, ndërsa Skënderbeu luftonte me shpatë. Së bashku ata formuan një binom në historinë e popujve të vegjël, që rezistuan perandorive të mëdha. Ai mbetet një nga shtyllat e padukshme, por themelore të epokës së Skënderbeut dhe të identitetit kombëtar shqiptar.